Kryeministri Edi Rama ka qenë i pranishëm këtë të enjte në Qendrën për Hapje dhe Dialog, COD, ku u mbajt ekspozita Spaces in Dialogue përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ndërsa ndau disa pamje nga aktiviteti. Rama shkroi se ekspozita ishte frymzuar nga vepra e artistit konceptual gjerman Thomas Demand. Rama vijon mëtej, duke thënë se ekspozita e prezantuar është një udhëtim në 22 vite projekte, 2003 deri në 2025, të sjella si një arkiv i përbashkët. Në Qendrën për Hapje dhe Dialog, COD, ekspozita Spaces in Dialogue, një udhëtim në 22 vite projekte, 2003 deri në 2025, të sjella si një arkiv i përbashkët. Projektet konkurruese dhe fituese janë të integruara në skulpturën e sallës, ndërsa botimet origjinale mund të shihen në hapësirën tjetër. Ekspozita frymëzohet nga vepra e artistit konceptual gjerman Thomas Demand, që eksploron kujtesën kolektive përmes hapësirave dhe momenteve të rikrijuara, shkruan Rama në rrjetin social Facebook. Qendra për Hapje dhe Dialog është ngritur në ambientet e brendshme të selisë së kryeministrisë, me qëllimin që të përçojë mesazhin e hapjes, transparencës dhe transformimit, duke i dhënë qytetarëve, studiuesve apo të interesuarve akses të plotë në çdo vendim, dokument apo material që lidhet me vendimet dhe politikat e qeverisë, por jo vetëm.